Thot Allahu azza wa jall: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot unë kam plotësuar fen tim. Ardhe pejgamberit Allahu ta zhvula pejgamberëve sa është plotësuar fe Allahu azza wa jall. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe i plotësova begatit e mia ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dina. Dhe jam unë i kënaqur që fen islame për zgjedha, fe të vetme të pranum tek unë, dhe juve ju stolisa ju nderova me ta. Thonë të Imam Malik, ajeti ma madhështor që ka zbrit në Kurani Kerim, që Allahu i përmen mirësit e ti ndaj robëve të vetë, ashtë ki ajet, nga se Allahu azza wa jall na tregon se begatin ma madhore, ma madhështore që e për zgjedhi për njerëzimin është feja Allahut azza wa jall, feja islame. Thonë të Katade në komentin e këtij ajeti, ku Allahu thot e kam plotësu fen, thonë të Katade, pra feja është e plotësuar, s'ka nevojë të që të shtohet diçka në ta. Let në dëgjojnë me vludaxhit, let në dëgjojnë dhe ata të cilët pretendojnë se kelimetu shahade i shkon të vdekur, e neve na quajnë gjismë hoxhallar. Let ndëgjojnë të gjithë bidatxhit, se fe Allahut është e plotësuar, s'ka nevojë diçka që të shtohet në ta. S'ka nevojë diçka që se ka bo pejgamberi Allahu dhe shokët e pejgamberit Allahu që të shtohet në ta. Ai cili pretendon se ka diçka e mirë që i mungon kësaj feje, thot Imam Malik, ai cili pretendon dhe mendon se ka bidat të mirë në fejën Allahut azza wa jall. Dhe unë jam i vetëdijshëm për këto matrapazat të cilët në dalin ko pas kohë, që të ne pretendojnë se kjo qka ka të keqe në ta, na po i tregojnë pe këtë mimberit pejgamberit Allahu, se bidati tek Allahu azza wa jall është ma i keq se gjunaj, dhe kësaj fjale unë i qëndroj pas, ako ma të keq se me akuzu dhe me i qitë biftan pejgamberit tanë. O me vludaxhin dhe jo, a ka ma ketë se ti me i thonë pejgamberit Allahu, se unë po e bajnë diçka që ti se ke bo, ama kjo ka qenë e mirë, ja pra ti se arrite me bo. Pa thonë të Imam Malika i cili pretendon se ka bidat të mirë në fe është njani prej dyve, do e mos nënkupton se pejgamberi Allahu te ka tradhtu fen, ka se Allahu tregon se kam plotësun fen, mirë po pejgamberi Allahu nuk na ka tregu krejt, pra kam mshedi qka këfi fes, që të vinë këto bashkohor që të na tregojnë se kjo e mirë, pas ka qenë prej fes, amo që mjerisht se pejgamberi Allahu se pas ka dit, ndërsa pejgamberi Allahu thot janë une jam ma i ditur për Zotin tim, une jam ma i ditur në fen time, une jam a i mësues i njerëzis, për ato vletë të ndëshëm. Kure po pejgamberi Allahu disa fletushka të omdorën e Omerit, tha ja Omer qka janë këto fletushka, tha ja Rasul Allah, tha i di me janë disa fletushka fjallë të mira që mi thanë që i futët, i registrova që ti mësoj. Tha pejgamberi Allahu vledhe të ndërshëm, ndëgjon e tha, ai që ka ndëgju për ardhjen time, qoftë qifut, qoftë krishter, dhe vdes pa mbesu mu dhe pa mpasu, do tjerë prej banorëve të zjarit, me një transmetim i tha pejgamberi Allahu, ndëgjoja Omer, o ju të cilët, pretendoni se ka bidat të mirë, ndëgjoni dhe jo, tha Musa a.s. pejgamber i madh i Allahut me pas qenë gjallë, dhe nuk më ndjek të mu dhe nuk i mirë të mësimet e mija do të ke qenë nga banor të zjarë. Ati që i lipi, që i zbriti të vërat, aj që i komunikoj me Zotin e vetë, aj që Allahu e përzgjodhi dhe e boni nga pejgamber të mëdhej, pejgamberi Allahut vleot të ndërshëm e pohoj dhe tha, s'kam lonë sen që juve ju afron qënët, vetëm ju kam njoftu, dhe s'kam lonë sen që ju e largon prej zjarmit, vetëm ju kam informu. E që ka ngellë në fenë Allahu të shpeshtu dikë babajim, mule hoxhallar për mledh me i të kru, kellet me të shahad. Kjo kelime të shahad e vleot të ndërshëm, 72 herë mi ledzuan, si shtë në bat me tradit, kjo tradit e shijeve të Iranit.
Kja traditë e dërvishve të cilët e financojshin Bashkinë Islame me një kon Sarajev dhe të ndojshin që të kenë dominim në Ballkan, si pretendojnë edhe sot e kësaj dite, të ngjajshëm me ato disa enda cak, disa rrogaxhit të cilët sot vajtojnë dhe qojnë nga se po frikën se kanë met jetim nga se Irani do të zhduket, do të shpartollohet shumë shpejt, e volna në cilin karavan do t'i bashkangjitemi, vol Potinja do të bojë rahmet që të na more, apo do të na more India apo Kina, a do të na financove neve si gazetar, neve si hoxhallar, neve si të manipuluar para dulleo të ndërshëm. Imam Malik tha i që pretendon se ka të mirë në fenë Allah, dhe pejgamberi Allah sa gjitë në ta, sahabat nuk e gjenë në ta, do e mos në nënkupton dhe kamera me një ndek, pej dje ndekëve. Ose ka me përgënjeshtru fjallën Allah që ka thonë Allah e ljehu me këmeltu lekum dine të kum. Sot e plësova fenë të uaj, mirë po njimi vludaqina del të tjeje sa plëcu se me vlu disa për me. Jeje sa plëcu për çkak se talken isa për me. Jeje nuk a plëcu për shkak se keri me të shahade këtë qelime me i bo, të vdekre nuk a përmen, pra Allah po gënjen. E nëse thot, ja Allah në rujt, Allah nuk gënjen, atër pejgamberi Allah pas ka të radhtu fejnë e ti nuk e pas të ka përcel që duhet. E more Çiçan i cili e ke Mikail Taleben bankat e titës, i cili ka tentu me onë të me vludi dhe qelimës neve me në lonë qatë gjendje si që kemi qenë. Edhe ma shumë jemi gëzu për Shinxherxhin vëlledhët të ndërshëm se për Ramazanin. Ma shumë kemi shku në për teqe se sa në për xhamia. Ma shumë na kemi hecën në për faltor se sa kemi hecën në për hoxhallar. Na po ma shumë na kemi besuan në faltor dhe magjistar se sa i kemi besu fjallës Allah. Shërimin shpirtëron nuk e kemi lip prej Kur'anit, po na jemi dëshmitar që baballar ton dhe sërgjishat ton, jo për në nënvlerësim, po për shkak pipadijas, e në veçanti atyre papagallëve të cilët gjisëm hoxhallar të cilët sot e kësaj dite tentojnë neve të shesin mend dhe tunim, kënoni me vlut se e keni rallu, mos i ngoni këtë gjismë hoxhallar, ndërsa këto hoxhallar e plotësuar janë të cilët i shoqërojnë edhe priftrin që kallin qiri bashkë me to. Janë ata të cilë përshëndetin dhe ndalen në për intervista me gra lakuriqe. Janë ata të cilët në përfajtsojnë dhe i qujnë vetën mufti, e marton gjallin e vetë, e marton në vajzën e vetë, kanë këtarë sjellën për atë tyre, edhe i në horën e parë, këto janë ata hoxhallart e plotësuar, ndërsa gjismë hoxhallart janë ata të cilët e kanë gjesh dhe kanë mësu fejnë e tyre nga Kur'ani dhe Sunneti, që tentojnë që të shpotojnë ummetin e pejgamberit Allah, që kanë bartë në supat e tire manetin e pejgamberit Allah, dhe nuk dojnë dalin për Allah të faqezi, dojnë që të dalin e manet gji, dojnë që të shpëtojnë vetën e tire dhe popullin e vetë. Mirë po si që ka thonë poeti arab, leuna dhejte hajjen le gjabet, walakinneke la hajate li men të nadi, walaunaran në fëkhtehu le dhaat, walakinneke tanfukhu fir rëmadi. Me li me i thirën ato që kanë gjallë do të ndëgjojnë. Mirë po s'ka jetë për ata që i thërët, edhe zjarit me i frinë ta jep një shkëndi, një lloj drite, një sinjalizim. Mirë po zari a shuj dhe apo plun ti me frinë ta i që rëndësin të tu. Frinë sot tregoj që ka thonë pejgamberi Allah ti që rëndësin të tu, se ti ke dalashit fejnë Allahut, unë e po thëmë, se fejë Allahut është feja letësis, fejë Allahut është feja tolerancës. Mirë po ti gjithë shirë që i baba jotë dhe nona jote këtë vdesin du është me i pos në gjep, në veçan ti disa të rojet tona, ka 8.000 euro me i pos në gjep, si dush me voros për ndryshen, s'ja ke po sinti as të vori as hoxës që e ka obligim fetar me të voros babën tanë, me të voros në nëntonë. Pra ta u leo të ndërshëm jemi në kone qudira, mirë po mos me ndoni se fe Allahut azogjel zhduket, apo fe Allahut fiket, apo nënvlerësot dhe po shtërsot. Ne jemi ata të cilët e humbi jetën tonë, ne ata që jemi që të humbi ditën kur takomi për Allahut. Pra të komentin e këtja jetës kata dhe vledhët të ndërshëm thonde, Allahu thot Kurani Kerim e kam plotësu fen që s'ka nevoj as gjo fes nuk i mungon me shtu.
wa atmamtu alaykum ni'mati. E ka plotësu begatit e mia ndaj jush që thonë tek ata dhe mos mendoni se i mangësohet diçka fes. A mendon se ata të shtremtit që dalin minberin e pejgamberit Allahu të shtremojnë fen? Molla Jupa i Kumanovës, Allah e mëshiroft, e ka thonë një fjalë të artë, thonë të sa hoxha ka hip minberin e pejgamberit Allahut me përcjell shtafetën edhe porosin e titës, pra për ta shtremu feja na moj shkreti, tha shtremu vet feja ka me drejt. Pra ne ja kena mu shtremu vëlledhët të ndërshëm vet, keme shtremu korrezin tanë, keme shtremu almërim tanë, pra ta këto dukuri negative neve nuk në shfaqen në rastësisht, po në shfaqen vëlledhët të ndërshëm dhe problema që i kemi shoqërore, janë rezultat i shtremimit të fesë Allah. Na pedojmë një feja mo jo që shka dojnë Allah, na që që dojmë. Na dojmë dhe dhe të ndëshëm që që shohmi një katë lëk, ajde në reklam që të mosa mo, kur ti veç shti bosh alabak. Pra do leo të ndërshëm ti Allahu Azza wa Jall ka kepën të ka që fejnë Allahu Azza wa Jall, që as nuk të ban ti e as nuk ash e modhe, as e vogël për ti, po të ban ashtu si që Allahu të ka kriju. Thonë të këdede, feja plotëso, nuk i ka mangu as gjonë të. Dhe thotë Allahu raditu lakumul islame, jam i kënaqur që e ka përzjedh Islamin si fe tuaj.